Edhe ky sezon veror po konfirmon rritjen e qëndrueshme të turizmit në Bashkinë e Shkodrës, e cila përfshin disa nga destinacionet më të rëndësishme në vend për turizmin malor, bregdetar dhe liqenor. Statistikat zyrtare për muaj qershor dhe korrik tregojnë një rritje deri në 20% të akomodimeve të turistëve vendas dhe të huaj, si në qytet, ashtu edhe në pikat më të frekuentuara si Thethi dhe Velipoja. Akomodimet janë një trend rritës nga në qëndrimet, pra nga statistika që ne kemi në bashki janë 15 deri 20% krahasimisht me vitin e kaluar. Kjo gjë ka bërë që ky trend rritës nuk është vetëm tek këto struktura, por nuk është vetëm janë rritur turistët, por janë rritur edhe numri i shtretërve ose numri i strukturave akomoduese, gjë që tregon një trend rritës edhe kërkesë të shtuar për të vizituar Shkodrën. Rritja fluksit të vizitorëve shoqërohet edhe me sfida për strukturat vendore, ndër më kryesoret mbetet garantimi i pastërtisë dhe mbrojtja e resurseve natyrore nga ndikimi i turizmit në rritje. Janë shtu intervalet pastruese të këtyre zonave turistike, edhe ndërgjegjësimi që kemi ose edhe vetë si komunitet, por edhe bizneset që unë besoj është çdo ditë në rritje për të mirëmbajtur dhe bashkëpunu me bashkinë në këtë drejtim. Përveç pasurive natyrore, Shkodra vijon të tërheq vizitorë dhe fal trashëgimisë së saj të pasur kulturore. Kalaja Rozafës, ura e Mesit dhe rrjeti muzeve të qytetit mbeten ndër atraksionet më të vizituara.